Sa kapacitet ke të gjendesh, se mund të ketë njerëz që se kanë as maturinë emocionale, e ndoshta ndonjëherë në vend ndihmojnë bëjnë dëm. Në vërtet. Se mund t'ju rinë afër me kohë fizike, po bëjnë diçka në një moment caktuar që bëjnë dëm. Si është ky raport? Dhe jo vetëm kjo, domethënë, sepse patjetër që sot në kohën e informacionit, secili nga ne kërkon, domethënë, të gjejë nëse ka qasjen gjithmonë, nëse ka dhe kohën, sepse koha është bërë armikja e shumicës prej nesh. Vërtet. Po do dhe asistencë familjare, se shërbimet në shëndet mendor janë disi të kushtueshme, duke filluar që nga psikoterapia e deri ke medikamentet. Kështu që kërkon një lloj kapaciteti në të gjitha këto që ne cekëm, domethënë se po t'i hymë gjejmë dhe gjëra tjera. Por ky sistemi informacionit që është sot, boll që të kesh dëshirën e mirë, po që të gjesh edhe qetësinë brenda teje. Më duket sikur po flas utopi tani. Sepse të gjithë po jetojmë një kohë shumë frenetike. Ku minimalisht na duhet të përcaktojmë prioritete, të cilat na duhen për të mbijetuar ne vetë. Pastaj ajo kohë që mbetet për këtë familjar i cili e do ndihmën tënde, ka nevojë për ndihmën tënde, mund ta bëj keq këtë të afërm i cili nuk mund t'ja japi me gjithë dëshirën e vet të mirë. Dhe nëse është më i miri i mundshëm për ta dhënë këtë ndihmë. Dhe zakonisht më i miri i mundshëm që ka kapacitete vërtet dhe emocionale dhe suportive dhe intelektuale, është ai që diku tjetër i kërkojnë këto kapacitete dhe duhet t'i shfrytëzojë për nevojat primare. Do t'i shesi këto kapacitetet, fitoj të ardhurat që të ketë mbijetesën për vete për familjen. Në një rreth ku vështirë të përcaktosh prioritetin për ndihmën që duhet t'i japësh këtij familjari.